Parcela të vogla në zona të thella malore, kryesisht në veri të vendit, është forma më e përhapur e kultivimit të bimëve narkotike në Shqipëri këtë vit, sipas analizës së gjetjeve nga fusha e monitorimit ajror si bashkëpunimi i Policisë së Shtetit me Guardia di Finanza. Nga analiza e të dhënave mund të themi që edhe këtë vit preferohet të mbillet në zona më të vështira, të vendosura kryesisht në veri të Shqipërisë, duhet theksuar se trafikantët shkojnë në zona më të vështira për të identifikuar. Komandanti Guardia di Finanza, Luigi Vinciguerra, zbuloi dhe një tjetër strategji që po përdorin grupet kriminale. Duke analizuar rezultatet e veprimtarisë gjatë vitit 2025, kanë qenë 107.000 bimë, kemi kaluar në 1.003 zona, ka një ritëm në rritje sepse janë preferuar bimë të vogla dhe më të vështira, dhe kjo flet për mjete më të mira të përdorura. Nga 1 maj deri më 31 tetor, sipërfaqja e monitorimit ishte 61% e territorit shqiptar, ndërsa të dhënat tregojnë një rënje të numrit të bimëve të azjesuara. Ka një rënje të bimëve të shkatëruara në krahasim me vitin e kaluar. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, bëri me dije të dhënat me shifra për bimët narkotike të azjesuara dhe autorët e arrestuar. 2025 janë evidentuar dhe azjesuar gjithsej 203.960 bimë kanabis, nga të cilat 106.894 bimë të evidentuara nga monitorimi ajror. Shkodra rikonfirmohet qarkun me riskun më të lartë për kultivimin e bimëve narkotike. Qarku i Shkodrës mbetet qarku me risk më të lartë me 105.591 bimë të azgjesuara në territorin e këtij. Mes personave të vënë në hetim janë 60 punonjës të strukturave të policisë dhe 163 shtetas për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe mos kallëzimit të krimit, kryesisht kryepleq, administrator fshatrash, punonjës të OSHE-s dhe punonjës të strukturave të mbrojtjes së pyjeve.